E mirë, tash neve që Zoti na i ka dhënë këto të mira, as do të më shfrytëzua? Allahu e përmendën në Kur'an. Qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq. Thuaj kush ka autoritetin ti ndaloj, që do të thotë kërkosh se ka. Ti ndaloj të mirat e Allahut, cilat i ka kriju për robërit e vet, madje edhe ato ushqimet më të këndshme, më të mira. E tash kur e lexojmë këtë fjalë të Kur'anit, na bëhet e qartë se për ushqimeve të mira, të sheshme, të dobishme, kurrë s'kemi të ndalume. Madje unë nganjëherë e them, njerëzit çuditen. Them, nëse ti i ke mundësinë për të ushqyer edhe për një vakt, i ke mundësinë. Të ka dhënë Zoti pasuni, begati, e ke mundësinë për një vakt me pagu 1.000 euro. Ushqime halal. Në rregull je. Si më të trajtuat anën etike, ka njerëz të varfën e unë si jam të folë për te, jam të folë për diçka një dispozit juridike, është e lejume, as është e lejume. Por derisa nuk ka shpërdorim, e këtë lejume me ngrit standardin tënd jetësor edhe me shiju luksin deri në maksimum. Pa shpërdorim. Mirë po me thonë po blej 1.000 euro ushqim, ose po paguj 1.000 euro ushqim, e unë po hanë vlerët 100 euro, e pjesa tjetër po hudhet edhe po mbetet, atëra ajo është haram, se është masraf. Kështu që tjetosh jetë luksin nuk ka kufizim përderisa bëhet brenda kornizës së halalit, të lejuarës legjitimes, edhe në fitim edhe në shpenzim. Për arsye se sigur se e dim, nuk do të jetë në gjendje asnjë njeri ta çes hapin në ditën e gjykimit pa dhënë përgjigjen mes tjerash edhe pasunin, ku e fitove dhe ku e shpenzove.